lutem do të sqarojmë unë, se kur kuptova unë këtu në studio nuk ta kuptuar dhe ai që po vjen. Sipas teje në arkiva ekziston që Ismail Qemali ka vjedhur se ka bërë një biznes me le themi ministrin e Anglisë në atë kohë. Kështu thuhet në arkivat shqiptare po thuhet? Tash për heroin tonë, nuk kemi qef. Kështu thuhet? Po. Okej. Unë dyshoj, po duhet verifikuar ky lajm. Të bësh biznes do të thotë që ke vjedhur tani se. Tani, do hapim si tim, se ta gjej tani me 2 minuta me telefon. Do hapim si tim, keni qef. S'ka problem. Unë po vjet marrëm edhe thashë theme rruga shumë për marrë me fol për kriminalistin shqiptar. Ti hap dokumentat e shtetit arkivës. Po dokumentat e shtetit janë të hap me i ka marrë zotëria që ka dalë një emision dhe ja tha haptas dhe ishte dokumenti i printum. Çfarë rëndësie ka? Është e vërtet kjo që thot? Ka qarkullim materiale, jo unë jo. Po pse mos i Jo, me që do të Jo, zotëria thash si shembull, a kupton? Edhe unë kam tuar materiale. Se Arbisi thot që zvidhej, unë them që fshatarët... Ore, vidhej. Fshatarët, qytetarët të tërë vidhin, qa vidhin? Vjedhe masive ka qenë. Ore, në lagje tonë... Në kooperativ, po. Ne në lagje tonë, për shembull, 2 kategori kena njohë gjithë lagja. Hajdutat, që kena pas 2 hajdutat, që vjallë që njohë bicikleta e gjana, edhe spjojt. Kena njohë gjithë lagja. Spjojt që kena njohë gjithë, arohat pjesë. Po të një spjojt edhe informator, edhe që ishin njohë spionat ordiner. Që ishin kështu për pasaj informatorët harohet mund të kesë pas shpi. Edhe 2200, ato në kustume kolare pasaj, ato pa diqin vedin, se s'kishtë kustum në atë kohë. Tani më toni pak të lutem Dea, sa larg shkon një shoqëri që e toleron vjedhjen. Pra e shikon, e di që hajdutët janë aty, edhe si bën përshtypje fare. Arbis të lutem. Sa shkon larg një shoqëri që e toleron këtë vjedhje? Mendoj që problemi kryesor, veç edukimit familjare, gjitha këto me radhë që vlejnë shumë, jo me dhunë, por me mirë kuptime të folur, me çdo gjë që është jashtë dhunës. Pjesa e dytë pastaj ku çalon shoqëria jonë në raport me vjedhjen është dënimi, pra marzhi i dënimit. Dikush që bën një vjedhje e ka dënimin në gjop deri në 6 muaj. Nëse është një vjedhje e zakonshme, jo në bashkëpunim dhe pa pasoja të rënda. Pra, mendoj që njerëzit vjedhin kaq në masë, sepse dënimi që marrin është minimal. Ku kemi më vënë në burgjen e mi birë me dënu dhe këta që vjedhin. Shumë. Unë e ba me e calë hajdutin të shpia ime dhe me vra, ha burg për vrasje. Itali po. Jo tani, u banë vite. Ndoshta do të vinin më pak. Kam një lagje më që më burgu. Ja, një sekundë se që ka shumë e bukur kjo që thot